Sa harroj edhe San me thonë, e kum para po Prebreza që shkon ballotazh ose edhe fiton fush Kosovën, ndër trallë që më konë sepse gjithë kanë mendu që Besnik Osmani përfshi edhe kolegët e mi të kësaj studios është kandidat Por edhe me qenë se fush Kosova është bastioni I lidhjes demokratike. Nuk besoj që ka njeri... Sfundi, emisionin e fundit kam thonë, Prebreza fiton. Ka thonë që nuk ka atje ballotazh. Ne kemi folë për analizë që kredi kemi të nxizume. Ti nuk ke qenë debat, ke qenë moderim arve. Pikrisht e mbaj mend shumë mirë. Prandaj ktheje emisionin edhe shumë. E mbaj mend shumë mirë se sa ti. Absolutisht jo. Askush nuk ka thënë se s'ka emisionin çysh këtë moment. Kush ka thënë? Kush ka thënë që s'ka ballotazh në fushë? A shumica absolute studio. Ma thuaj një njeri, një analist që ka thënë nuk ka ballotazh në fushë Kosovë, nëse ti e gjen një me emër me mbiemër. Në studiot tona, të cilat unë kam moderu. Jo, unë nuk po. Unë asnjëherë nuk dal më në moderim. Jo, nuk po boj bashkë. Po kjo punë që zgjidhet Ahmeti. Matushi Kosovë marr me po nuk ka çka të zgjidhet të ballotazh në garantë që të gjithë kanë thënë se ka ballotazh në fushë Kosovë. Ajo është një fakt. Për? Domthonjë që ekziston.